Dashi. Marsi bujar do ju vërë në qendër të vëmendjes sot, duke sjellë shpërblime të barabarta me përpjekjet tuaja. Në qif do preferoni qetësinë dhe mirëkuptimin më shumë se sa të përjetoni emocione ekstreme. Prandaj përdorni këtë klim për të diskutuar me butësi edhe temat më të ndërlikuara. Beqarët duhet të reflektojnë 2 herë para se të hedhin hapa në dashuri. Nxitoja mund t'ju sjellë gabime dhe dhimbje të panevojshme. Në punë do keni në duar të gjitha mjetet për të kapur suksesin që keni ëndërruar. Një marrëveshje me disa kolegë dëshënoi fillimin e një periudhe të frikshme bashkëpunimi. Me vendosmërinë tuaj, buxhetin do e mbani në një kontroll të hekur dhe nuk do lejoni shpenzime impulsive të prishin ekuilibrin. Deming. Gjatë këtij muaji, Marsi dhe Hëna mund t'ju turbullojnë shpesh humorin. Jini të vëmendshëm ndaj impulseve për veprime të nxituara. Në qif, kërkoni harmoni duke matur fjalët dhe veprimet, moderimi do ruaj besimin dhe do parandaloj tensionet. Beqarët do ndjejnë dëshirën për të hedhur pasionin, por anfi për vijimësinë mund t'ju frenojë. Ndaloni pak më parë për të siguruar qëndrueshmërinë. Në punë, pavarësisht se kushtet mund të jenë të vështira, mbani frymën luftare deri në minutën e fundit, e prorët do vlerësojnë këmbënguljen. Financat kërkojnë kujdes maksimal, shmangni shpenzimet e parësyeshme dhe planifikoni çdo lëvizje me maturi, sepse pasojat mund të jenë të rënda. Binjakët. Sot do ndjeni një etje të papërmbajtshme për ndryshime radikale, prandaj mos ndaloni derisa të shihni progres. Në një marrëdhënie, rrethanat do jenë krejtësisht në favorin tuaj. Mosmarrëveshjet dhe brengat kanë për të fshirë lehtësisht, duke krijuar një lidhje më të fortë. Beqarët do përjetojnë hapësira emocionale, por mund të ndihen ende të vetmuar. Provoni të dilni nga zona juaj e rehatisë për të takuar njerëz me të njëjtën ëndra. Në punë do tregoni qartë vlerat tuaja duke të kaluar sfidat që askush më parë nuk I ka përballuar. Kjo do ofrojnë shefat pranë jush. Financat kërkojnë një plan strikt kursimi. Vetëm kështu do mund të mbani në kontroll çdo shpenzim qefesh. Daforia. Sot do ndjeni të qetësuar të detit në mëngjes, dhe asgjë nuk do ju shqetësojë. Në qif, do ngjiteni në një stres lumturie që duket e pafundme. Buzëqeshje dhe mirënjohje do jenë stili juaj I të dashurit. Beqarët duhet të ruajnë distancën ndaj fjalëve të mëdha të shprasta. Mos lejoni që iluzionet të mbysin rezonancën e zemrës. Në punë, horizontet do zgjerojnë mundësi të reja për avancim dhe të gjitha sfidat do kapërcehen me lehtësi. Financat do ruajnë formën e një statue të hekur. Asnjë dalë nga kufit e kursimit nuk do rrezikojë ekuilibrin. Luani. Sot mezi do prisni të përjetoni një ditë të jashtëzakonshme, ku çdo fushë e jetës do jetë në pikën kulminante. Në qif do zbuloni aspekte të reja të dashurisë, karakteristikat gjallëruese të partnerit do ndezin flakën e pasionit. Beqarët, edhe pse nxitojnë të ndryshojnë statusin, duhet të vënë frenat për të shmangur gabimet e nxituara. Në punë, projekti që keni lënë pezull do marrë formë dhe durimi do shpërblehet me suksesin e parë. Financat do kenë fatin me vete dhe një fat I vogël I papritur do forcojë rezervat. Virgjëresha. Sot kërkoni qetësi pas një periudhe trazirash, pendoni për gabimet e së kaluarës dhe kërkoni falje kur duhet, kjo do çlirojë energji pozitive. Në qif, shprehni vullnetin për të ruajtur një klinë të ngrohtë dhe të mbështetër. Përpjekjet tuaja do çmohen me shpërblimin emocionuese. Beqarët mund të provojnë dashuri me shikim të parë, por shmangni veprimet impulsive, pranoni ofertat me maturi. Në punë, energjia juaj e papërmbajtshme do rezultojë në arritje personale dhe përmirësime në proceset ekipore. Financat do jenë me fate të bollshme, prandaj mund të lejoni ndonjë shpenzim qefi pa hapur rrugë rënies. Peshorja. Sot do sfidoni verën me një shpirt të freskët. Hëna dhe Plutoni mund të sjellin ndjesi kontradiktore, por ju do qëndroni të qetë. Në qif, mos kërkoni kushtrim fjalësh të mëdha. Balanconi komplimentet me vëmendje ndaj detajeve praktike. Beqarët nuk do kenë dëshirë të tentojnë lidhje të reja. Vlerësoni qetësinë personale. Në punë, bashkëpunëtorët e vjetër do shfaqen me ide të reja të rëndësishme. Mbyllni marrëveshjet me maturi. Financat do jenë të menaxhuara me kujdes, ruajini fondet e destinuara për nevoja të rëndësishme. Akrepi. Sot mbështetja e Jupiterit do ju jap durim dhe përqendrim të jashtëzakonshëm. Në qif do lëreni pas mosmarrëveshjes së kaluarës dhe do shihoni thellë intimitetin e ri.
Veçarët, edhe nëse fatkeqësisht nuk do gjejnë dashuri sot, besoni se çdo takim është një hap drejt njohjes së vërtetë. Në punë, vendosmëria dhe sakrificat tuaja do spikasin. Shefat do ju ofrojnë një rol më të madh. Financat do jenë të qëndrueshme, pasi do ndiqni planin e kursimit që keni hartuar. Shigjetari. Sot do eksploroni ndërthurjen e ëndrave me realitetin. Imagjinata juaj e zhvilluar do sjellë ide jashtëzakonisht krijuese. Në çift, kujdesuni të mos mbeteni pas improvizimeve pa verifikime, bashkëvendosni planet para se të hapni rrugë ndryshimeve. Veçarët duhet të shmangin impulsivitetin për të mos ndjerë pendesa, kërkoni stabilitet para çdo afrimi. Në punë, reflektoni mbi objektivat tuaja më të mëdha dhe mos ndaloni derisa t'i arrini. Disiplina do shpërblehet me sukses. Financat do jenë delikate nëse e shmangni kursimin. Mbani një fond emergjence për çdo rast. Britsjapi. Sot do kërkoni qetësi dhe do qëndroni besnik strategjisë suaj afatgjallë. Në çift, durimi dhe komunikimi i hapur do dilni nga çdo situatë rutinore, përqendrohuni tek zgjidhjet, jo tek problemet. Veçarët do jenë skeptik ndaj premtimeve të mëdha, por kur të gjeni dikë me sinqeritet, do hapni zemrën plotësisht. Në punë, analiza e hollësishme para veprimit do shmang gabimet dhe do forcojë besimin e drejtuesve. Financat do jenë të qëndrueshme për shkak të buxhetit të strukturuar. Respektoni kufijtë mujore. Mbrëmja me një hobi të preferuar do rikthejë kënaqësinë në rutinën e përditshme. Ujori. Sot do ma gjepsni me sharmi dhe originalitet çdo grup me të cilin bashkëpunoni. Në çift, organizoni një mini festival kulture në shtëpi, film. Muzikë dhe diskutime do forcojnë lidhjen në mënyrë të veçantë. Beqarët duhet të marrin iniciativën dhe të hidhin hapin e parë në flirt, mos e lini fatin pasiv të luaj vetë. Në punë, vizioni juaj futurist do bëhet realitet përmes projekteve që kërkojnë kreativitet. Kolegët do ofrojnë bashkëpunim për suksesin e përbashkët. Financat do mbeten të qëndrueshme, megjithse mund të lindë dëshirë për investime të reja. Konsultoni para se të nxitoni. Në mbrëmje, një rrjet sociale profesionale do sjellë kontakte të vlefshme për të ardhmen. Peshqit. Sot Marsi dhe Saturni mund të nxjerrin në pak tensionin emocionale, prandaj durimi dhe vetë kontrolli do jenë thelbësore. Në çift, shmangni akuzat e tepruara dhe zgjidhni një ton të qetë, njohuni me sinqeritet dhe mirëkuptim. Beqarët duhet të jenë të vëmendshëm ndaj motiveve të tjerëve, sepse premtimet e paholla mund të lëndojnë. Në punë, presioni mund të jetë i lartë, por reflektimi i momentit para çdo vendimi do sigurojë rezultate të mira. Financat do jenë delikate dhe mund të kërkohet rishikimi i buxhetit mujor, kërkoni këshilla profesionale nëse duhet. Një seancë meditimi apo yoga në mbrëmje do neutralizojë stresin dhe do rilindë energjinë.